Të nderuar vëllezër, ju përshëndes me selam aleikum tonëve. Edhe sot do ta ndaj një lajm së bashku me juve. Kam vendos prej sodit, pra kjo do të jetë xumoja e fundit, për arsye se kam marrë një rrugtim tjetër, edhe mendoj që do të jetë rrugtim i bereqetshëm, se me ditë që soi bereqetshëm i fritshëm për vendin, për fen, për familjen, nuk isha hin atë rrugë. Unë kam qenë njeri që nganjëherë jam duk që jam i ashpër, por asnjëherë nuk kam qenë kundër rregullave, kundër ligjit, kundër atyre që janë të dobishme për vendin, edhe për fen, edhe për familjen. Edhe, por mos me një ju vehten keq, se unë edhe 8-9 muaj është dashur me u pensionu. Mirë po, këtë hap e kom marrë para asaj kohe, për shkak të një mendimi që mendoj do të jam i pritshëm edhe në atë rrugtimin që e kam zgjedhur, sigurisht e keni pa nëpër media. Unë juve si xhamat ju tham dhe ju du shumë, edhe dini që kur në jetën time xhamin nuk e kam kesh përdor në aspektin politik. Se para se me kanë partijasha, na jemi vllazën me zveti, na jemi mish, një pedaj me zveti, na jemi shok me zveti. Edhe në asnjë mënyrë nuk ja kum leju vetit me bë dallime, por ju falenderoj se juve ju kum pas të kam gjë. Edhe pse ju mdog nganjëherë që i kom bë disa lufta, përpjekje se fjala luftë është pak e rënë, përpjekje me e ndalu një të keqe që unë kam menduar që është e keqe, asnjëherë ju nuk jeni ftofur për meje, më keni mbështet, edhe prej sodit unë do t'ja vlypi Allah. Unë kam qenë hoxh me mbështetjen e juaj, edhe do t'jam hoxh prap, por nuk do të kryej detyrën e imamit. Për arsye se nuk du me një vetën keq asnjë njeri në xhami që me thonë hoxha është në mbështetjen e një partie politike apo në një grupacioni politik, po du me konë çdo xhamat që vjen në xhami me një vetën që është për Zotin, me kry obligimin e vetë fetar. Është e vërtetë që e kom mbështet mirën, e kom dashur mirën, kom luftu kundër të keqes, kam e luftu kundër të keqes, pa marr parasysh deri në frymën e fundit do të munduhem të jem njeri që jam i dobishëm për Kosovën, për shqiptarinë, për familjen edhe për fen. Për mua janë 3 gjona që s'kom leju kur me lu: familja, feja, vatani. Unë ja baj halal juve gjithve, kërkoj edhe ju të ma bani halal mu, inshallah, gjithmonë pash.